Përshëndetje të dashur miq, shpresoj që keni të kaluar një të hënë të bukur, një ditë të mbar, një ditë me shumë energji pozitive. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush lëvizjet më të fundit të VIP-ave shqiptar. Louise Ailey, dua tani të ndaloj tek fenomeni Louise Ailey, tek personazhi që në fakt vazhdon i mban të mbërthyer pranë zemrës së tij, pranë arritjeve të tij, pranë sukseseve të tij. Louise Ailey ju e dini shumë bukur që vetëm pak javë më parë u bë pjesë e të gjithë portaleve, duke i vënë epitete të ndryshme, duke i vënë tituj të ndryshëm që në fakt u krijua një lloj shqetësimi se çfarë po ndodh me të, si është fati i tij, a është çdo gjë në rregull. Fatmirësisht rezultoi që gjërat i në rregull, Luizi preferoi që në muajin qershor të viziton Bodrumin së bashku me Kiarën, me nënën e tij, edhe me Lunën. Përflitet që ka ca gjëra të reja në familjen e Luizit, por akoma nuk kemi asnjë gjë të konfirmuar. Louise Ailey së fundmi është shfaqur në story në Instagramin e tij, i fortë ashtu siç dinte jetë Luizi, tepër i buzëqeshur, ndoshta duke dhënë edhe një mesazh kundërdrejt të tjerëve që është shumë e vështirë që të më mposhni, është shumë e vështirë që të më ndaloni ëndrrën që un kam për të vazhduar të tregoj talentet e mia, vlerat e mia njerëzore, shpirtin tim unik dhe është shumë e vështirë të kuptoni se kush është në thelb Louise Ailey. Unë shoh një Luiz i cili domethënë përballet në të gjitha betejat e jetës së tij në mënyrën më të fortë të mundshme. Domethënë di të bëj për vete audiencën, di të bëj për vete publikun. Luizi duket që nuk do t'i publikon këngët tani, domethënë do t'na merr edhe pak kohë për të publikuar projektet. Ai ka filluar tashmë të bën ndonjë reklam të vogël, nga që nuk është shumë i fokusuar te reklamat. Reklamat janë kushtuar ndresave të futbollit, të ekipeve dhe gjëra të këtilla, por po punon me intensitet të lartë për të nisur edhe rrugtimin e tij në Top Channel. Pa marrë parasysh që xhelozia ekziston dhe pa marrë parasysh që inati ekziston, Louise Ailey mbetet një nga personazhet më të preferuar dhe më të fuqishëm. Nga informacionet që kam unë, Luizi do të jetë pjesë e Topit, do të starton me emisionin e tij, një emision që do të bëj namin, më besoni, do t'ju mban mbërthyer për ekrani, por do të jetë edhe shumë aktiv në sferën e muzikës, aty ku Luizi gjithmonë ka shënë dritur. Tani, pa marrë parasysh që ka njerëz të cilët e kanë inat, ka njerëz të cilët urrejnë rrugën e Luizit, urrejnë suksesin e tij, Luizi nuk e ndalon kjo gjë.